gazetar, të nderuar mysafir, jam shumë i nderuar dhe i gëzuar që sonte e kam nderin që t'ja dorëzoj detyrën e presidentes së Republikës Kosovës, zonjës Vjosa Osmani Sadriu. Ne në politikë e kemi njohur njëri tjetrin për një kohë të gjatë tashmë, edhe pse të rinë moshë ndoshta, nëse shikohet kjo prej dimenzionit politikës. Mirë po, Vjosa Osmani Sadriu ka pasur një aktivitet shembullor politik deri sot. Dhe është jashtëzakonisht mirë që të gjithë qytetarët e Kosovës, por edhe ne që kemi qenë bashkëpunëtor të saj politik për vite me radhë, qoftë duke u angazhuar në Kuvendin e Republikës Kosovës si deputet për vite të tëra, qoftë në cilësi të tjera, gjithmonë e kemi njohur si një person me cilësi më të larta njerëzore. Kjo është e para. E dyta, një person i cili ka qenë në angazhimin e vetë politik një mbrojtëse e pakrahasueshme e interesave tona shtetërore, e interesave më jetike të Republikës Kosovës, por po ashtu një avokate e shkëlqyeshme dhe e pa kompromis e interesave të kombit shqiptar. Duke qenë që pozita e presidentit edhe në mënyrën se si definohet mbrana aktit më të lartë tonë, juridik që është kushtetuta e Republikës Kosovës, e nënkupton presidentin si pozitën më të lartë shtetërore, e cila pozitë duhet ta përfaqësoj në tërësi popullin, por po ashtu duhet ta bashkoj atë, duke njohur nga afër Vjosa Osmani Sadriu, e cila u zgjell presidenten e Republikës Kosovës prej deputetëve, sot, nuk kam dyshim që këtë përgjithësi që po e merr, do ta kryej me nderin dhe me respektin më të lartë për popullin të cilin ajo e përfaqëson. Presidente, urime detyra e re. Unë do t'jem edhe si kryetari Parlamentit të Republikës Kosovës në një bashkëpunim shumë të ngushtë me juve, gjithmonë për të mirën e qytetarëve të Kosovës dhe për mbrojtjen e interesave të shtetit tonë. Faleminderit. Shumë faleminderit kryetar. Po dorëzoj gosin e presidentit, me knatësi. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Urime. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Ndërruara media, më lejoni që fillimisht t'ju falenderoj juve për prezencën që disa orë këtu për durimin tuaj dhe raportimin tuaj profesional, dhe t'ju falenderoj që edhe sot këtu në këto momente jeni me ne. Faleminderit shumë zoti kryetari i Kuvendit, zoti Konjufta, ka qenë deri jashtëzakonshëm të bashkëpunojmë për gjatë këtyre viteve, siç e thatë me të drejtë, në çështje të interesit shtetëror, në çështje që kanë të bëjnë me interesat e gjithë qytetarëve tonë pa dallim. Dhe jam e bindur që ky bashkëpunim do të thellohet ndërmjet institucioneve tona, jo vetëm sepse jemi në të njëjtën ndërtesë dhe jemi afër, por mbi të gjitha sepse kemi shumë afër secili prej nesh interesin e qytetarëve tonë dhe është ajo që gjithmonë na ka bashkuar dhe do të na bashkoj edhe deri tani. Ashtu siç e thash në adresimin tim në Kuvend, dera e këtij institucioni do të jetë e hapur për të gjithë, do të jem presidente të gjithë qytetarëve tonë dhe bashkëpunuese me të gjitha partitë politike, me shoqërinë civile, me mediat dhe të gjithë qytetarët tonë, në mënyrë që të avansojmë Republikën tonë drejt interesave tona të përbashkëta e strategjike. Për gjatë 5 viteve në vijim, jam e bindur që sikurse edhe deri më sot do të përballemi me shumë sfida, e ato do të mund t'i kalojmë vetëm kur qëndrojmë bashkë para tyre
por edhe fitoret që të gjithë do t'i festojnë bashkë. Ju falenderoj shumë për punën tuaj të dinjitetshme edhe në krye të kuvendit, edhe sa ishit ushtrues detyre i presidentit, dhe jam shumë e lumtur që këtë bashkëpunim do të vazhdojmë ta kurorëzojmë me punë të mira e të ndershme për vendin tonë. Faleminderit shumë zotëri. Urime unë jam. Faleminderit zotëri. Faleminderit. Kur nuk është bërë në dhënë lullën një zonë e si ju. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.